Teksa shënojmë 25 vjetorin e ndarjes nga jeta të Atë Vincenc Malaj, rikthehemi të figura e një mështari, studiuesi dhe intelektuali që jetën ia kushtoi Zotit, librit dhe kulturës shqiptare. I lindur me emrin Pjetër, Atë Vincenc Malaj ishte më shumë se një mështar. Ai ishte njeri i dijes, i fjalës së shkruar dhe kujtesës historike, një figurë që la gjumë të thella në jetën shpirtërore, kulturore dhe intelektuale të Malësisë dhe më gjerë. Që në moshë të re, ai u dallua për etjen e pashuar për dije, për dashurinë ndaj gjuhës shqipe, historisë dhe trashëgimisë sonë kulturore. Në vitet 1945-1946, gjatë noviciatit të tij në Troshan të Lezhës, Pjetër Malaj mori emrin franciskan Vincenc, në ndërim të Atë Vincenc Prenoshit, martir i Kishës Katolike Shqiptare, një emër që ai e mbajti me përulësi dhe përgjegjësi të madhe gjithë jetën e tij franciskane. Në këtë dokumentar, përmes dëshmive të bashkëkohësve, studiuesve dhe njerëzve që kanë njohur nga afër, rikthehemi te jeta, vepra dhe trashëgimia e Atë Vincenc Malaj, një trashëgimi që edhe sot vazhdon të jetojë përmes librit, kulturës dhe kujtesës sonë kolektive. Ata që kanë njohur nga afër e kujtojnë si një njeri të dijes dhe kulturës, por edhe si një mështar me humor të hollë, fjalë të urta dhe këshilla që linin gjurmë. Për studentët dhe bashkëpunëtorët e tij, ai ishte jo të mësues, por edhe udhërrëfyes shpirtëror. Sot, pas një çerek shekulli nga ndarja e tij nga jeta, vepra dhe trashëgimia e Atë Vincenc Malaj vazhdojnë të jetojnë në libra që la pas, në bibliotekën e tij të pasur dhe në kujtesën e atyre që njohën dhe deshën. Në vim ndalemi më nga afër të jeta, vepra dhe pasuria e librave që Atë Vincenc Malaj i la Kishës dhe komunitetit përmes rrëfimit të Patër Mirash Marinaj, i cili e ka njohur nga afër dhe do të na flasë më shumë për figurën e tij. Atë kur flasim për Patër Vincencin apo Patër Vinkuj që kanë njohur më sortu, flasim për një person i cili gjithë jetën e tij ia kushtoi Zotit e kulturës. Me figurën e Patër Vinkut, jeni oftuar ende kur ishim studenta, që isha në Lezhë aty. Ai vinte, na vizitonte ne studentave të ri, kënaqej me ne, na këshillonte, e në veçantë na këshillonte një gjë, jeni njerëz dijes e të kulturës. Manej, çka karakterizonte Patër Vinkun, ishte humori i tij. Kishte humor shumë të bukur. Kush ishte Atë Vinkuja, Atë Vincenci? Atë Vincenci lindi në Ljarë në 1928. Emrin e parë e mor Pjetër, emrin e pagëzimit. Kryen shkollën fillore në Ljarë. Në 1941 ndjen thirrjen si franceskan, edhe shkon në Shkodër, ku ndjek liceun Ilirikum. Në 1946 kryen noviciatin në Troshan të Lezhës, ku më emrin, apo më mirë me thanë, ja japin emrin Vincenc. E këtë emrin, janë vetë Atë Vincenc Prenoshi, martir i Kishës Katolike. Këtë emrin gjithmonë Patër Vinku e mbante me kënaqëri të madhe. Në 1947, masi shteti komunist mbyll gjithë institucionet franciskane, konfiskon gjithë kuvenet, pasurinë që kishin bashkuar franciskant, pasurinë kulturore që franciskant kishin bashkuar për 7 shekuj, i konfiskojnë e
Patër Vinku, Patër Gjergji e Patër Deda i kishin në shtetësinë jugoslave, i marrin e nxjerrin larg Shkodrës. Këtë është një moment i dhimbshëm që gjithmonë ka kujtua Patër Vinku me dhimbje atë ikje që e bani, atë ikje detyrueshme që ju desht me lanë Shkodrën. Ma Shkodrës njek prap studimet thirrjet e tina në Pazin, në Split, në Dubrovnik. Në 1957 Patër Vinku shkruhet meshtar. Në mas 57 Patër Vinku është kujdestar për bibliotekën e Dubrovnikut e bibliotekën e Kotorit, dy biblioteka shumë të njoftuna ndër franceskant asaj kohë. Në 1966 Patër Vinku ndjek studimet për albanologji në La Sapienza di Roma, ku doktorohet në 1973 me një librat që ka vlerë të jashtëzakonshëm për kulturën e historinë e Shqipërisë, Kuveni i Armërit. Ishte një plak arit e futun dhej ku Patër Vinku e xorri këtë pjesë të historisë shqiptarëve. Çka xorri Patër Vinku me këtë një shumë gjë interesante që ka xorri Patër Vinku prej këtij studimit, ishte përkthyesi i Kuvenit të Armërit. Ishte Patër Egidio Quindo d'Armeno, që ishte kanë fëmijëtar i Grudz. Edhe Kuveni i Armërit e ka, siç thotë ai vetë, e ka pra gjuhën që fliqin malsorët e asaj kohë, masi vetë frati kishte jetua në Grudë. Në 1973 vjen Malsi, ku Patër Vinku i kushtohet ma shumtit jetës baritore, por edhe jetës kulturës. Mos harrojmë, në periudha shumë vështira të asaj kohë, jenë në kohën e komunizmit, ku nuk ishte shumë lehtë një doktor shkencash të jetonte e të kontribonte masisht edhe vetë ai franceskan. Por ai nuk heshti. Nuk heshti. Punoi deri në momentin e fundit të jetës tine. Deri në shkurt të vitit 2000, ku dhe ndroi jetë. Patër Prel Gjurashaj tregon se atë Vincenc Malaj e ka njohur që në moshën 10 vjeçare të tij. Me njëherë, pasi atë Vincenci ishte kthyer nga doktoratura dhe kishte rifilluar shërbesën në famullinë e Tuzit. Kujtimet e Patër Preles për të janë të forta dhe vendimtare, as sa ndikuan drejt për drejt në zgjedhjen e tij për të bërë franceskan. Patër Prela thekson se gjithë rrugtimin e tij meshtarak dhe franceskan i detyron atë Vincenc Malajt, njeriu që i hapi dyert e thirrjes dhe i mbolli dashurinë për shërbesën, kishën dhe njerëzit. Patër Vinkun e kam njoft kur isha posa kisha bën 10 vjet. Edhe ai posa ishte kthye prej Kroaciet, prej studimeve praktikisht në Rom, pasi kishte kryer diplomë temën e doktoraturës mbi Koncilin Kombëtar Shqiptar të vitit 1703, ai erdhi në famullinë e Tuzit. Kujtimet e mia në lidhje me Patër Vinkun mund të thonë pa egzagerua se ishin vendimtare për atë që jam sot elon franceskan. Ai posa ka ardhë, ka nëzit famullitarin Patër Gjergjin që ishte në atë kohë këtu e ka gjetë këto, edhe ka organizua me ministrantat deri në atë kohës nuk funksionon të kjo shërbes. E ka organizu me në qua disa adoleshent që ishim prej kënej në Kroaci, në për kuvendet tona franceskane. Tu fillua prej Kotorit e deri në kuvendin e Koshlunit që është atje afër Rijekët. Në ka dërgu atje për një muaj në udhëheqjen e Patër Franjos që ishte në atë kohë që merrej me ne. Edhe
Ky muaj që e kom kalu atje bashkë me disa tri tjerë prej Malësit, praktikisht për asaj kohet është ngullën zemrën teme dëshira me u ba franceskan, me u ba meshtare. Atëherë, ai merrej me ne, kjo është gjë e rëndësishme. Merrej me ne, me mua është marrë shumë në mënyrë të veçantë, gjatë gjithë kohës që kom kalua, kur kom shkuele si 15 vjeçar në Zadër për mu shkollua, gjithë kohën e kom nije se e kom afer. Gjithë kohën e kom nije se është mbështec për mua, për atë që kom zgjellë. Për këtë du me vëndu ke ma shumë aspektin e ti shpirtnor, aspektin e ti franceskan. Na pa tërmin kër në njohim, njerëzit e njohin ma shumëtit se është kanë albanolog, historian, është marrë me art, është marrë me gjuhë, është marrë me liber e kështu, por ma pak e njohin si atë shpirtnor, si njeriu i hyjut, edhe për mua praktikisht është kanë personi i duhun që më kanë ndjek gjithë kohën drejt rrugës meshtarisë, edhe kujtoj me mënyrë shumë pozitive. Për mua, si e thash, figur inspiruese ishte pse shikja në ta një meshtar, shikja në ta një franceskan, edhe këm nga ngelën mendje mbi gjitha, praktikisht sa ka këtu në vitin 1973, gjaja parë që ka ba është me jafrua disa fëmijë me cilve isha edhe unë. Edhe në ka afru të elteri, në ka mësua si strand, në organizon të pun edhe rreth kishet edhe për dekorimin me pemë dekorative, do më thënë të oborit kishës. Kështu që për shtypja shumë e fortë është pikrisht kjo, se sa ka ardhën tuz, ka fillu mu marrë me ne. Po, ndoshta ndoj fjalë të posaçme jo, por e majmen shumë se më rinë të pranë, se më nxitte me vazhdua përparimin tim shkollor e përgatitin tim me franceskane. Patruin kun si meshtari, si franceskan, kom dalua këtë aspektin shpirtnor ma shumë. Praktikisht, unë menoj se ati a detyroj gjithë atë ecjen time meshtarake e franceskane. Do më thënë, ka një peshë shumë të madhe në jetën time. E kujtoj kohën kur ka ndroj jetë, pa pritmas, isha praktikisht këtu, në Tuz, e latë ditë. Mua personalisht, unë kam hup një atë shpirtnor, kur ka kaluaj prej kësa jetën në jetën tjetër. Do të thoja se aja ka kushtua gjithë jetën e ti vetëm për tjertë. Edhe nga ana studimore, por edhe nga ana shpirtnore. Praktikisht e shihja se ditë për ditë lurohet për të tjertë. Siç do ta theksoi edhe shkrimtari dhe studiuesi Anton Gojçaj, atë Vincenc Malaj nuk ishte njeri që kërkonte të ekspozohej apo të vihej në qendër të vëmendjes si poet. Poezia për të nuk ishte mjet të afirmimi personal, por një formë e heshtur shërbimi ndaj Zotit, gjuhës dhe shpirtit të njeriut. Në fakt, unë atë Vincenc Malaj si poet e kam njohur më së fundi. Takimi i parë me të ka qenë kur unë isha fëmijë dhe isha ministrant i tij kur ai erdhi në fund viteve 70 si famullitar në Tuz. Ai ishte takimi i parë me të.
Pastaj e kam kuptuar se është njëri i shkencës, jo vetëm i fesë, është njëri i artit, ka doktoruar në Rom, ka punuar shumë vite në Dubrovnik, që është një qendër turistike kulturore e njohur në Europë dhe Megjer, por nuk e dija se është poet. E dija se është marrë me vjeljen e letërsisë gojore, krimtarisë gojore, e dija se ka mbledh krimtari gojore në Itali të arbresht të Italisë dhe në vendin e tij të lindjes në Ljarë, Shestan, e dija se ka botuar disa nga ato krime që i ka mbledhur të poezisë gojore në revistën Koha të Titogradit, dikush në Podgorisës së sotme në vitet 80, por nuk e dija se ai shkruan poezi. Për herë të parë mora vesh se ai ka shkruar poezi vetëm pasi u botua ky libri i tij, vetëm Papërdhok e Gurfaqok në vitin 2010. Kjo ka qenë ndoshta për arsye se vetë Patervinku kur nuk e ka shpreh këtë talent të tij. Ai ka qenë njëri me shumë talente, ka qenë shkencëtar, ka doktoruar mbi kuvendin e armënit, është marrë siç e dini edhe vetë me pikturë, i ka punuar disa mini skulptura në pikërisht në Gurët e Cemit, por talentin e poezisë e ka fsheh bukur dhe duket se nuk ka qenë njëri që ka pas ambicie të shfaqet si poet para dikujt. Pater Vincenzi kishte një bagazh të jashtëzakonshëm dijesh. Ai ishte një njohës i thellë i albanologjisë, studiues i përkushtuar i historisë, i kulturës dhe i trashëgimisë sonë shpirtërore. Njihte mirë letërsinë greke dhe atë italiane, por mbi të gjitha kishte një dashuri të veçantë për gjuhën dhe kulturën shqiptare. Ishte mbledhës i pasionuar i folklorit, i shënimeve historike dhe i elementeve arkeologjike, duke ruajtur me kujdes gjithçka që lidhej me identitetin dhe kujtesën e shqiptarëve. Krahas dijes së thellë, ai kishte edhe një ndjeshmëri të veçantë ndaj natyrës. Ishte i lidhur ngushtë me lumin Cem, ku nga guret e lumit nxirrte figura të ndryshme, si një formë meditimi dhe krijimtarie, dhe ushqente një dashuri të veçantë për lulet. Mi çka punoi Patervinku? Patervinku ishte një njeri me një bagazh jashtëzakonshëm dijesh. Në veçantë dijesh albanologjike. Ishte studiues i mirë i historisë. Njihte shumë mirë kulturën, historinë e letërsinë greke. Njihte shumë mirë letërsinë italiane. Ishte mbledhës i folklorit, ishte mbledhës madje i kulturës, mbledhës folklorit të arbresht Italisë. Kur ishte në studime në Rom, ai shkonte i nxitur prej Reskoliçit, shkoi të arbresht Italisë ku mblodhi edhe prallat e falkonarës, ashtu si tashmë botuar mas vdekjes tina. Ishte mbledhës i arkeologjisë. Këtu ka mjaft gjëra të mrekullueshme arkeologjik ku ai i mblodhi. Ishte mbledhës i nuzmatiks. Pra, kishte një dije të jashtëzakonshme. Përveç këtyre dijeve, ishte njëri pasionuar shumë mas lumit Cem, ku prej gurve Cemit ai nxirrte figura ka më të ndryshmet. Po ashtu ishte dashur shumë i madh edhe i luleve, i kopshtit. Pra, më thonë se Patervinku ishte një person i cili po jetë e kushtoi Zotit, ja kushtoi kishës, ja kushtoi dijes kulturës, por ishte ai i cili edhe trashëgoi atë kulturën e Francesca Lutmoj. Masi ai vetë gjithmonë i kujtonte mësuesit e tij, Pater Anton Harapin, Pater Donat Kurtin e tjerë më radhë. Kjo bibliotekë është menduar si një shenjë gjallë e kulturës dhe e dijes, jo vetëm për klerikët, por për të gjithë ata që janë të interesuar për studime albanologjike
dhe trashëgimi kulturore, një lloj muzeu i gjallë i dijes. Ajo u themeluan nga Atë Vincent Smalaj dhe ndër vite është ndërtuar dhe pasuruar edhe nga meshtarë të tjerë që kanë shërbyer në famullinë e Tuzit, të cilët kanë lënë secili kontributin e vet në ruajtjen dhe përcjelljen e dijes dhe kulturës. Këtu ruhen libra jashtëzakonisht të rrallë, si Fjalori origjinal i Frank Bardit, Veprat e Pjetër Budit, libra që datojnë nga vitet 1500, si dhe votime të rëndësishme të kulturave të tjera. Deri më tani janë skenuar rreth 3000 libra dhe sipas Patër Mirash, puna për pasurimin e fondit vazhdon, me tekst të veçantë në libra që lidhen me albanologjinë, historinë dhe kulturën shqiptare. Kjo bibliotek përpason një pasuri të çmuar, jo vetëm për famullinë e Tuzit, por për mbarmësinë dhe për brezat që do të vinë. Kjo bibliotek është për megjitha një vend kulturet që trashëguan franceskant. Por sigurisht kjo nuk është thjesht e jona. Kjo do të vend dispozicion gjithë njerëzve. Në veçantë brezit të ri që studiojnë, e kjo bibliotek është një shenjë tjetër se përveç se Tuzi ishte kufi, Tuzi ishte vend i shumë kalimeve, ka më ndryshme, në Tuz është zhvilluar një kulturë. Bibliotekë këtu kena libra shumë të rrallë. Kena Fjallorin e Frank Bardit origjinal, kena Budin origjinal, Daleqen origjinal, kena madje libra 1500 e shumë kulturë tjera. Kena prapë thumë edhe shumë mjete arkeologjike që të gjetën këtu, në këtë vend, Malsi, Heshta Ilire, En Ilire, gjetëna në Sukruq, apo gjetë të Varezat në Trabojnë. Pra, është kjo bibliotekë përfaqëson atë çka dëshirojnë gjithmonë franceskantë. Tjetë zotje kultura, janë dy gjëra që do të më thëjë njeriu. Këtë bibliotekë e themeloi Atë Vincenci, por edhe gjithë fretnit tjerë. Se këtu ishte edhe Patër Kola, ishte Patër Gjergji, Patër Deda, gjithë fretnit me radhë. Pra gjithë kontribuan për bibliotekën, për dijen e kulturën. Por kush ishte ai kryesor, ishte Patër Vinku. Ne sigurisht nuk lam trashëgimtar. Trashëgimi jonë është kisha, është urdhri franceskan. Pra Patër Vinku bashkoi gjithë jetën, por në fund gjitha jela do të thonë kuvenit franceskan, jela provincë franceskane shqiptare. Kjo bibliotekë deri tani kena skenua rreth 3000 librash, ka edhe tjerë, normal, por ne fokusohemi jo shumë te numri i librave, sa te vlera e librave. Te vlera e librave. Pra që kjo prapë do të pasunohet me libra 3 që dalin, pra kjo Patër Vinku ka mbledh deri në vitin 2000, por sigurisht ka ndalë studime të reja që ne i pasurojmë për herë më shumë. Kjo do të jetë një bibliotekë që ka në qendër vetë albanologjinë, atë çka dëshuar vetë Patër Vinku. Patër Vinku ka bashkuar kryesisht libra, cilët shkruhen për albanologjinë, me fushën e albanologjisë. Ka gjuhë shqipe, normal, kryesorët janë gjuhë shqipe, ka studime gjuhë italiane, ka studime gjuhë slave, kroate, apo dhe studime franceze. Pra gjithçka çka ai flite për popullin shqiptar, për studimet shqiptare, ai i bashkon të gjitha, pavarësisht çfarë gjuhë ishte. Atë bibliotekat është pak në ende e pa sistemueme, por gjitha i kemi këtu. Biblioteka do të jetë jo vetëm për klerik, sigurisht për klerik ne po, por do të jetë edhe për gjithë ata që interesohen për studime albanologjike. Kjo bibliotekë do të jenë edhe një shenjë kulturët, një shenjë edhe një farë muzeut. Të kujtojmë se këte në Tuz, Malsi, nuk kemi asnjë bibliotekë. Kur vjen dikush me vizitu Tuzin, përveç se do shohin lokale të bukura etj më radh, është mirë shohin edhe kulturën e këtij vendi që ka bashkuar ky vend. Pra biblioteka do të jetë edhe një farë muzeu, thjesht një studimesh, por edhe një farë muzeu. Trit pyesin shumë kur do të hapet.
në vërtet punimet shkojnë ndargadal, por asgjë shumë e mirë ku të rritë vezën kur do të hap biblioteka. Kjo më knas një farë mënyrë. Aty ku ka kulturë, aty ka edhe aty ku ka kulturë, aty ka edhe trashëgimi. Vërtet, një vend gjithmonë e ban kultura. Pra, kjo do të jetë një farë dëshmijet e kulturës që ne kemi trashëguar me shekuj. Po, Adi Qezi ka folë me librat e tina, me potimet që e bani, sigurisht do të vazhdojnë me folë e me këshillua. A që ka këshillon të ne dikur, tje njerëz dijesit kulturës. Mesazhi do ishte ta doni librin. Ai ishte edhe fryma e atë vinkut. Ta doni librin, ta doni kulturën tuaj, ta doni historinë tuaj, ta doni gjuhën tuaj, e kjo është mesazhi që Patërvinku jep të gjithmonë, kjo është mesazhi që do t'jap edhe të rive. Unë nuk kam jetuar me Patërvinkun, por e kemi njohur në Shkodër si student. Unë besoj jeta më e vështirë, momentet më të vështira të Stina, ishte kur ati duhet praktiste Shkodrën. Sigurisht ndoshta edhe momenti i vështirë i Stina është kafuni, kur ai po përgatitte botimin e historisë shqiptare, që për fat keq nuk e arriti. Edhe në momentet e fundit e Stina shkruan një poezi lutje shumë bukur, e cila kërkon Zotit dhe pak kohë. Ai e shkruan me 1 janar 2000-shit, ai vdes në shkurt. Pa ai sigurisht ai do të donte të mbahej mend si njeri kulturës. Atë dëshironte ai, dhe sa e kemi njohur ne si studenta. Si pas Antonit, atë Vincenc Malaj nuk shkruante poezi për të ekspozuar apo për të quajtur poet. Ai shkruante vetëm kur ndjente nevojën e brendshme dhe frymëzimin. Vargjet i punonte me kujdes të madh. I shkruante dhe i rishkruante disa herë, duke e glendur poezinë gjatë derisa fjala të merrte peshën e duhur dhe mendimi të ishte i pastër. Vincenci është një poet i natyrës veçantë. Unë thash se ai kur nuk është shfaqur si poet, nuk e dilla ka botur ndonjë poezi për së gjalli. Është një njerëz që ka shkruar për çefin e vet. Nuk ka shkruar si disa ndoshta për të bërë CV-n e vet, për karrierë politike apo çfarë do qoftë. Thjesht në momente kur i ka ardhur frymëzimi, ai ka shkruar ndonjë poezi dhe siç mendoj unë, ka qenë njerëz që e ka alatuar gjatë vargun. Ndoshta me vitet të tëra ndonjë poezi e ka shkruar, e ka rishkruar, shkruar pas shumë vitesh përsëri, dhe shikoni pas gjithë atyre viteve ai ka botuar ta quajmë kështu një librec, një libër me vëllim mjaft të vogël, me disa dhjetra poezi, ndoshta kjo është në frymën franceskane, pak, por mirë. Ata janë dy gur që gjenden shpesh në lumenj. Kush e ka njohur Patërvinkun vitet 80-90 e ka parë shpesh me 2-3 qese najloni, duke shëtitur në për shtratin e lumit sem dhe duke mbledhur asigurt të vegjël, për të cilëve i pastaj ka punuar, nuk di si quhen skulptura si të vogla, e mbajme një ka qenë me portretin e Nens Tereze, do me tha me motive fetare kryesisht. Dhe janë dy gur që gjenden në lumin sem. Atë Vincenc Malaj është i lindur në Ljarë, Shestan. Edhe ka disa poezi në cilat ai i referohet vendlindjes së vet. Pastaj shikoni, ai është franceskan. Karakteristike franceskanëve është që të jetojnë me popullin edhe ta shfrytëzojnë shumë kulturën e vendit, kulturën e popullit. Ai edhe në krijimtarinë vet e bën atë punë
ashtu si që ka marrë gurët e cemit në ta, pikërisht në ta, do me theme material vendit, si një mjeshtër që ndërton shtëpin me gurë vendit, me drunj vendi, ai edhe poezit e veta shpesh i ndërton me fjalë të vendit, me fjalë të ralla, me fjalë të vjetra, me fjalë lokale, që ndoshta në gjuhën standard janë të panjohura, edhe po ashtu me toponimet vendit vetë, me emra lumensh, malesh, e ti që janë karakteristike për krajen, për larën, për shestanin, për malsinë e madhe tonën këtu. Ashtë e pranishme vendinja si në krijimtarinë e çdo poeti, çdo krijuesi, diku është ajo e pranishme drejt për drejt, diku në mënyrë tërthort, është e pranishme, por thash ky është njëri që ka shkruar pak, me shumë kursim, dhe i ka latuar vargun derisa s'ka pas më çka të heq, ka mbet veç palca. Një nga poezit më domethënëse është Lutja, e shkruar pak para vdekjes, që bart një ngarkesë të fortë shpirtërore dhe njerëzore. Ai është franceskan, është meshtar franceskan dhe prioriteti i tij ka qenë veprimtaria meshtarake. Është e pa imagjinueshme që të mos ketë ndikuar profesioni apo si ta që misioni i tij me cilin është marrë, për cilin ka fliuar gjithçka nga jeta, që të mos kenë ndikuar edhe te krijimtaria e tij letrare, te poezia e tij. Sigurisht që ka ndikuar, madje e ka një poezi shumë të bukur, Lutje, ku pak para vdekjes i shkruan disa vargje ku i lutet Zotit që po t'jetë e mundur t'ja le edhe pak kohë, se siç thot ai, akoma nuk e kam vjelë rrushin, akoma nuk i kam lavruar gjitha arët e tjerë. Është sidomos te ajo poezi, po dhe te disa poezi tjera, por në përgjithësi lirika dhe lutjet shkojnë shumë afër. Madje është kjo interesante, një akademik nga Tirana, Shaban Sinani, thotë që fjala shqipe shkruaj lidhet me fjalën latine sakroj, bëj diçka të shenjtë. Sakrum është karakteristikë shqipës që se në latinisht se shndron sh, si skodra e tjerë, dhe ai thotë që vetë fjala shkruaj vjen nga fjala latine sacrum, bëj diçka të shenjtë. Dhe shikoni sa afër janë lutja me poezin, me letërsin, dhe sigurisht që ka ndikuar shumë në krijimtarinë e tij kjo gjë. Ai ka studiuar jashtë këtyre trevave jashtë Ballkanit, ka studiuar në Itali. Ai është ndërtuar si intelektual në kulturën europiane, në kulturën italiane. Dhe ai ndoshta ka qenë njohës më i mirë i letërsisë evropiane se sa dhe i letërsisë shqiptare, letërsisë në gjuhën shqipe. Megjithatë, me siguri ai spakuet i ka njohur të ashtu quajtur shkollë franceskane të letërsisë, ku bën pjesë Gjergj Fishta, Bernardin Palaj, Anton Harapi, tash Sevoni edhe Zef Plumi, atë Zef Plumi e tjerë që është një mënyrë e veçantë e të shkruarit, për cilën janë të njohur anë mban Shqipërisë, dhe mendoj se Patri Vicenci në një mënyrë e vazhdon traditën e tyre në rallë të parë përmes gjuhës gegrishte. Kush e ka njohur Patri Vicencin çfarë apostulli gegnishtes ka qenë, që mua s'parit nuk lente pa e kritikuar që shkruan gjuhën standarde. Thotë është gjuhë e imponuar, gjuhë jo e natyrshme, pa natyrshme, që është vendosur me dhunë, dhe ai thoshte se ne kemi një gjuhë që është më e lashta për nga përdorimin letërsisë, se dihet se shumica e materialeve të letërsisë vjetër shqipe dhe më vonë janë në gegrisht. Kjo është një veçori që sot për shembull nuk shkruajnë më shumë, pak janë disa autorë, po pak që shkruajnë gegrisht, megjithëse viteve të fundit është një ringjallje e gegnishtes në Shkodër, në Kosovë të disa autorë, por në përgjithësi është lënë anash. E përsëris, të qenit ti franceskan ndikon në poezi, ndikon në mënyrën se si e percepton botën, në motivet e tij. Për shembull, ata e dominojnë motivet e përshpirshme, motivet fetare, që është e natyrshme pasi që është meshtar, gjë që shpesh nuk kuptohet madje të studiosit më serioz të letërsisë. Ata mendojnë se po të jetë diçka me motive fetare ka vlerë më të vogël, por imagjinoni pikturën botërore pa darkën e fundit Leonardo da Vinci, pa kapelen Sixtine, apo sa skulptura skulptorëve më të mëdhenj të botës, sa kompozitorë të botës më të mëdhenj, Bachu, Beethoveni, Mozarti, kanë shkruar requieme për meshën, edhe sot ato
Dhe shikoni, nuk pengon, nuk është çështja e motivit, po se si e trajton gjuha artistike, jo motivi si motivi mund të jetë gjithfarë. Në gjithfarë motivi mund të bëhet një vepër e bukur artistike edhe më pak e bukur. Do me të ky dominojnë motivet fetare, por nuk janë vetëm ato, ai shumë bukur i gërsheton me motive të tjera, me motive atledashse, të them shtu, me motive, aje paka specifik edhe t'ja përcaktosh motivet, sepse të poezit Cemi, sidomos të Koshi i Spikut, ato janë ma shumë studime lirike se sa poezi. Vetëm Koshi i Spikut ka 10 fjalë që në kurku tjetër si kam takuar. Edhe aty do në tregoj si dikush që do në me material të vendit, me leksik të vendit, gjusë popullor të kryoj poezin si një mjeshtre e xhubles, që dëshirën me material të vendit të punoj xhubletin. Edhe nuk do në fjalë trevave tjera për gjusë standarde, po kërkon që me fjalë klare, stuzit, këtyre zorave në malë lesit sotëm, me fjalorin e këtyre të folmeve të kryoj një poezi. Dhe është me të vërtet një studimi mirëfill, një arkive fjalëve të vjetra, dhe shpesh gati si një muze, sepse ai duke bërë përshkrimin e disa veshjeve popullore atje, përdor disa fjalë dhe disa pjesë të veshjes që nuk i kam takuar kurku tjetër, askund tjetër veç të ky. Antoni tekson se te poezia e atë Vincenz Malaj bashkëjetojnë natyrshëm individualja dhe universalja. Ajo nis nga përjetimi personal, por flet për ndjenjat që janë të përbashkëta për çdo njeri. Shikoni, gjithmonë individualja dhe universalja shkojnë bashkë. Shpeshherë individualja është me universalja, sepse kur zbret në thellësinë e shpirtit, i unik dhe bëhesh i barabartë me universin. Ndërsa kur bëhesh pjesë e kombit, e këtij, ti veç nuk je më aty. Ai nuk ka universal, e lokalizon, ndërsa kur thon, atë është universal. Se çdo njeri ashtu, secili që e lexon, pavarësisht nga kombi lehtë identifikohet si unë, jo si shqiptar apo si italian apo si, por si unë. Poezia e Cemit është një ndër poezitë karakteristike të tij, është një poezi e gjatë në krahasim me poezitë e tjera, një nga 2-3 poezitë më të gjata të tij, është karakterizuar nga ashtu quajtura metaforika kontekstuale, do me thënë, metaforat i krijon përsëri nga konteksti, në këtë rast gjeografik, nga toponime përmenden Cemi, Gurreci, Ksheva, emrat e disa fshatrave të Malësisë aty, dhe shikoj, nuk është çështje veç të përshkrimi, sepse po t'ishte veç përshkrim, nuk do kishte me pikturë që është zbuluar fotoaparati. Po t'ishte çështje vetëm ta ripërsërisim atë që ekziston. Por kur një artist e rimerr, ai kalon për filtrat e shpirtit dhe jep një kuptim tjetër. Cemi aty është shumë kuptimsh. Ai duke folur për sa i rrëmbyeshëm ditë jetë Cemi nga një herë, sa i shpejtë, se ditë dalen nga shtrati, kthehet përsëri, ndron për paqen e tjera, për vendet paqe. Ai sigurisht e përshkruan në një anë historinë e Malësisë, që ka pas shumë rrebeshë, shumë vështirësira në të kaluarën. E në anën tjetër, ai e përshkruan edhe karakterin e malësorit, se malësorët janë ashtu pak të rrëmbyeshëm me rrebe, kështu herë janë më të egër, herë më të butë, varësisht nga çasti. Por përsis është një, tash e kam vështirë të kujton përmendsh, por është një poezi karakteristike e tij, tipike e tij, ku përsëri përdor fjalë të vendit, fjalë të rralla, të bukura, dhe nëpërmjet së cilës pra ai i jep një farë psikogramja, nuk di si ta gjuaj, si thonë këta shqiptarisht, një farë radiografie, malësorit, malësisë, historisë këtij vendit, të kaluamës dhe të sotmes, pikërisht ato vargjet që i përmendëm parë te poezia Lutje, kur i drejtohet Zotit, më jep edhe disa ditë se akoma se kam bërë rrushin, akoma si kam lavëruar arat e mia. Imagjinoni këtë një meshtar i cili beson se do të ketë jetë pas vdekjes, por as ky se ka krejt njësoj para vdekjes, që është një nga temat, motivet e tij, po ashtu të pranishëm përveç që thash motivet për tema e vdekjes, motivi i vdekjes, është një nga 2 temat kryesore në artin e botës në përgjithësi. Mendoj se dashuria dhe vdekja janë 2 krye temat e artit botror. Aty është njeriu më i drejtë për drejti, më i sinqerti edhe më i forti. Pra është vdekja te ky e pranishme në atë poezi, ai është pikërisht një lutje që më pyetet në fillim, poezia dhe lutja, dhe ndoshta ato vargje janë për mendimin tim më të bukurat, por
a dini si tash njeriu harron, janë shumë vite që i kam lexuar ato poezi, ato vargje, ndoshta duhet të rikthehemi her pas here, se ai e meriton. Megjithëse nuk ka ndruar të bëhet poet e përsëris, ai librin ja kanë botuar të tjerë pas vdekjes së tij, 10 vite më duket pas vdekjes. Por çka do të thotë poet? Poet nuk është një diplomë që ndahet në fakultet. Poet është diçka që fitohet me vepra, ndoshta shumë njerëz që ne i quajmë poet nuk meritojnë të quhen poet. Poezia e tij karakterizohet nga një gjuhë metaforike e fortë dhe nga një kontekst i thellë shpirtëror, ku fjala nuk është zbukurim, por domethënie. Edhe sot poezia e atë Vincenc Smalaj mbetet një thirrje e heshtur për brezat e rinj, të lexojnë, të reflektojnë dhe të ruajnë lidhjen me gjuhën, kulturën dhe shpirtëroren. Sipas Antonit, vepra e tij nuk i përket vetëm kohës kur u shkrua, por vazhdon të flas edhe sot, me thjeshtësinë dhe thellësinë e saj. Shikoni, është poezi meditative, shumë e thellë. Në shikim të parë shumë e thjeshtë, por duhet pasur kulturë leximore për ta kuptuar. Sepse ajo thjeshtësi nuk është thjeshtësi, se nuk është thjeshtësi njësoj sikur një fjalë thotë në mënyrë thjesht një fëmijë, sikur e thotë në mënyrë thjesht një akademik. Në shikim të parë mund duken shumë të ngjashme, por kush rrin pas asaj fjalë, pas asaj thjeshtësie? Kur rrin një njeri që ka doktoruar në Itali, njeri shumë i lexuar, një bibliofil i madh, ajo thjeshtësi është më tepër se thjeshtësi dhe shpesh herë ditë jetë grack për lexuesin ta nënçmoj se ky qen ka i thjesht, por kështu mund të shkruaj edhe në fakt. Është shumë poezi e thellë me shumë shtresa kuptimore, edhe shpesh pas këtyre toponimeve që janë lokale këtu, po t'i lidhësh pak më mirë shes se në fakt nuk është aq thjesht, madje ai shpesh e ndërthur me motive biblike, qoftë nga Dhjata e Vjetër, qoftë sidomos nga Beslidhja e Re, edhe ditë jetë shumë i thellë dhe shumë i vështirë për ta kuptuar deri në fund. Tash natyrisht që kush e lexon në mënyrën e vet, letërsia është e tillë që secili njeri e bën leximin e vet personal. Nuk ka një lexim drejt e pa drejt, gjithmonë është lexuesi ai që e mbulon me kuptim poezinë, me atë që din vetë, me atë që kupton vetë. Po thuaj nuk është i njohur fare si poet. E njohim vetëm ne këtu në Tuzë, ndoshta disa në Shkodër ku ka qenë profesor. Në përgjithësi, thasha edhe gjatë jetës nuk ka qenë shumë interesuar për lavdi, për famë. Ai nuk e ka botuar fare këtë libër. Tash ka raste letërsinë botërore sa duash që shkrimtarët që kanë qenë fare të panjohur gjatë jetës pas vdekjes janë bërë të njohur. Dhe Anasiella, dikush që ka qenë shumë i njohur gjatë jetës, me vdekjen e tij është harruar, kur kush mos e përmend. Nuk e di është kjo libri është botuar, duhet shpërndahet, duhet lexohet, por nuk mund të imponohet. Secili lexon në mënyrën e vet, studiosit e studiojnë, dhe gjithçka ecë binarëve të vet. Tash me shumë respekt, çështja e porosive mesazheve. Neve gjithmonë na pyesin në shkollë cila është porosia e poetit. Në fakt në kritikën e sotme letrare ajo shmanget. Sepse kush mund ta di cila ka qenë ideja e poetit shekullit 18 apo 19 apo 20 që ka jetuar në Amerikë apo në Japoni apo në Australi. Domethënë, prandaj thash, çdo lexues një tekst letrar e mbush me kulturën e vet leximore, me unin e vet. Dhe nuk ka vetëm një zbërthim. Letërsia, komunikimi letrar është një komunikim estetik që është gjysmak derisa nuk e bërë lexuesi. Është lexuesi ai që e përfundon letërsinë, sepse një vepër letrare le të jetë geniale, por nëse se lexon askush ai nuk është letërsi. Letërsia e nënkupton edhe lexuesin. Domethënë, vepra letrare, autori, vepra letrare, lexuesi. Nuk mund të ketë vepër letrare pa autor, por nuk ka letërsi pa lexues. Letërsia pa lexues është inekzistente. Ajo ekziston po si kapital i vdekur që se shfrytëzon kurkush. Sipas historianit Mark Junçaj, Atë Vincenci bën pjesë në rrethin më të lartë të figurave që kanë lënë kontribut të jashtëzakonshëm në fushën historike dhe intelektuale. Ai nuk kontriboi vetëm në nivelin e majtësisë, por në rrafshin kombëtar, duke lënë pas punime
dhe studime që edhe sot shërbejnë si bazë për kërkime historike. Historiani veçon veçanërisht trajtimin e ngjarjeve kyçe të historisë shqiptare, si Kuventi i Jarbrit, një nga momentet më të rëndësishme të historisë kishtare dhe kombëtare, ku puna studimore e Ad Vincencit ka vlerë të veçantë dhe të qëndrueshme në kohë. Së parit përshëndetje, do thotë kështu, sa i takon do të filloja mas parit njëherë me Franceskan. Për arsye se Malësia e Madhe, do më thënë, nuk ka shumë borç franceskanëve, për një arsye se ata gjatë gjithë historisë kanë qenë me popullin, për popullin dhe në shërbim edhe të kombit, do më thënë. Se parulla aty në gjithmonë ka qenë ajo atë me e fe apo atë dhe dhe fe, dhe duke anisur nga ata franceskan të mëlejs, si që njojnë, do më thënë, kjoft me Fishtën, kjoft me Harapin, Anton Harapin, do më thënë, Shtjefën Gjerçovin, e tjerë, kanë dhënë kontribute në lami ndryshme, por mos të harroj për shembull Marin Cirdanin, i cili jep kontribute edhe në histori. Kështu që edhe vetë Patërvinku, Patër Vincenc Malaj, i frymzuar prej kësaj plejatë madhe franceskane, të cilët i përmenda që janë lidhur ngushtë me ne dhe kanë dhënë kontribut, edhe ky në aspektin historik, domethënë atë sa mundet të jep kontributin, përveç edhe në aspektin letrar që flasim do thotë letrarët. Në aspektin historik, domethënë duke pas parasysh atë biografinë e tij, ne dim se gjatë jetës tij na thjesht ka bërë punime të ndryshme, sidomos për shenjzat, domethënë aty janë edhe punimet e tij ndoshta edhe kryesore. Ti them konkretisht, masanej për një revistë Kaçiç, gjuhën slave, masanej për kohën tonë ose koha jone e Parisit, koha e tjerë, dhe ky për shembull jep kontribute jo vetëm në nivelin e malësisë, por jep kontribut në nivelin në rrafshin kombëtar, do t'i thoja. Për shembull, ban analizën në vitin 1969 për shejzat, ban analizën e librit Aleksandr Stipçević, Ilirët, që Stipçević vetëm një informacion e din një pjesë, është ilirologu më i njohur deri më tani, studimet më të mira për ilirin që i ka ban ky konkret, dhe çka është edhe diçka tjetër shumë më rëndësishme, Stipçevićin e kem Arbresh, domethënë është i gjakur shqiptar e tjerë. Duket se figura e cila më shumë e ka tërhiq Patërvinkun sikur se një pjesë të mirë studioze dhe shqiptarët e mirëfillt gjithmonë, është figura e Skënderbeut, pra Gjergj Kastriotit Skënderbeut, dhe këtu mbrapa ke mundësi ta shohim edhe pikturën që e ka punuar ai vet, pra thotë që ja dedikon Skënderbeut, dhe në disa numra e hasin. Për shembull, merret me një personazh shumë interesant me një far Giuseppe Zanović, i nitur në Budva, shekullin 18, do të t'i them, pak është i themi mashtrues, pra një mashtrues i madh i cili prezantohet me emra të ndryshëm në vende të ndryshme, dhe një ndër emrat që do ta përdorin është edhe pasardhës i Skënderbeut, pra. Por Patërvinku edhe thot aty në shejzat, ne nuk na intereson shumë ajo biografia dhe pse i paraqes, por ne na intereson veprimtaria e tij, pasi që ai e shkruan një libër, Kastrioti i Madh i Shqipënisë, pra kështu e titullon Historia. Pra thot, në vitin 1779 shkruan në Paris, por edhe Patërvinku kur e bën analizën e kësaj vepre, ai dyshon edhe ndoshta mos është edhe vendi i falsifikuar duke mos i besuar këtij si mashtrues, edhe thotë është ka huazime mjaft nga Baleti dhe Dupont, pra nga dy shkrimtarë tjerë. Përveç kësaj, domethënë merret edhe me dy opera, sidomos është e njohur opera e Vivaldit, Antonio Vivaldit, Skanderbeg, e cila është shfaq për herë të parë në vitin 1718 në teatrin Pergola të Firencës, dhe me një francez Demotte, për shembull, e cila është shfaqur në vitin 1735 në Paris të Francës. Pra janë dy vepra opera, ti thon kështu konkretisht. Vivaldi është shumë më i njohur normal dhe ngrit atë rëndësinë, dhe kjo na dëshmon se sa Skënderbeu është i mirëpritur tek Evropa në shekull 16, 17, 18. Pas kësaj, sidomos me rastin e 500 vjetorit të vdekjes Skënderbeut, janë bërë domethënë shënime të mëdha nëpër botë, dhe Patërvinku për shembull në New York, edhe shkruan në shejzat e vitit 1969, sa atje mbahet një ekspozitë e madhe, edhe pikturash, përveç edhe tubimit shkencor, ku në atë, domethënë ekspozit, kem për shembull pikturat e Lindelis edhe Ibrahim Kodrës, pra thotë të cilat kanë bënë me atë rast, dhe është interesante e punimi që ky e titullon Përfitimi i Skënderbeut dhe autenticiteti i tina.
dhe debati se cila pikturë ndoshta është më e përafërt pamjes Gjergj Kastriotit Skënderbeut, dhe në fund ajo thot konkret këtë thot, është shumë vështirë me vendosë cila është. Se piktura nuk është fotografi, domethënë e tjerë, dhe pse ne siç e përmend edhe vetë Patervinku, më shumë të gjithmonë jemi referuar pikturës e cila ruhet në Firenze, në Galeria degli Uffizi. Ajo është edhe piktura më e njohur, besoj, për shqiptarët edhe për gjithë tjerë. Përveç kësaj, në Palermo e ka një punim që thotë shumë me rëndësi, dhe njëherë bëhet bibliografia e veprave të shkruara mbi Gjergj Kastriotin Skënderbeun në Qendrën Ndërkombëtare të Studimeve Shqipe. Pra thotë, to janë ato pak a shumë, të cilat i ka të bëjë ky me Skënderbeun. Përveç Skënderbeut, merret me bibliografinë e atë Giuseppe apo Zef Valentinit, një studiues i madh që na ka dhënë kontribut, domethënë për historinë shqiptare dhe për lamit tjera përveç historisë, si edhe me një studiues Pulević, vitin 1985 në Cetin, në gjuhën slave, e botojnë edhe një punim, shumë interesant, lidhur me bibliografinë e Baldacit. Baldaci është një figurë e cila domethënë në fundi i shekullit 19, fillimi i shekullit 20, ka lvizur në për këto vende si gjeolog, mirë, po ka lënë edhe dhëna ndryshme për etnografi, të ke fundit edhe për histori sot e tjerë. Domethënë këto janë disa. Po ashtu do ta ceksha domethënë veprimtarinë e tij këto aspektet historike, rasti i 100 vjetorit lindjes së Fishës. Pra, 100 vjetori i lindjes Fishës, viti 1971, në Rom, organizohet një tubim i madh shkencor, dhe viti 1972 botimi i tij në gazetën, domethënë Diellit, organizuar nga Vatra, ku thotë, a duhet mohuar Fishta? Jem duke folur për vitet e 70-ta, ku Fishta ishte këtu ndaluar rrëpsisht edhe ndaluar edhe në Shqipëri sidomos. Pra, dhe ata të cilët e mbanin gjallë, thon kështu konkretisht veprat e Fishës, ishin konkretisht shqiptarë që ishin jashtë, edhe ndonja që shkonte edhe merrte pjesë në këto lloj konferencash. Pra, thotë, to janë disa nga ato aspektet historike që ka të mbajnë dhe me kontributin e tij që e dha në këto revista të ndryshme, dhe mos të rrëmë edhe diçka. Duhet ditur se Pater Vicenci ka doktoruar në La Sapienza të Romës. Pra, thotë, edhe ajo në tregon mjaft se cili ishte niveli i tij intelektual. Po, Kuvendi i Arbrit është vepra e tij më e rëndësishme, a dizertacioni doktoraturës tij në vitin 1973, me 20 mars ky ka, domethënë ka mbrojtur dizertacionin me titull Kuvendi i Arbrit, viti 1703. Mas pari do të më pas parasysh pak gjendjen për cilën ne flasim, është koha e sundimit osman ende në trevat tona. Kisha katolike kalon në për një krizë të madhe, të them kështu konkretisht për mbijetesë. Një pjesë e shqiptarëve, një pjesë e mirë e shqiptarëve veç kanë nisë dhe kalojnë në religionin islam. Një pjesë e shqiptarëve jetojnë me laramani. Laramani thonë ditën, kishim me thonë kështu ndryshe, besimit islam, mbrëmje besimit katolik e tjera, po do t'i thonim ndryshe publikisht i besimit islam, fshehurazi i besimit katolik, për t'i ikur edhe një takse që thirrej xhizja, që ishte për jo muslimane, domethënë për të paguar ekstra. Dhe kjo është ndoshta njëra ndër arsyet e tjera, dhe normal kjo i pengonte edhe kishës. Për arsye se këta njerëz po shfaqnin një identitet të dy fisht, ose siç e thash fjalën, janë thirrë laraman apo kriptokatolik, domethënë janë dy emërtime. Dhe kisha katolike në këtë kohë vjen në krye të papatit Klementin I Albani, me origjinë shqiptare nga Arbresht, për atë arsye ka mbrapa Shtojcën edhe Albani, dhe jep urdhën Vinçent Zmajevicit, që është arqipeshku në atë kohë, që ta drejtoj një kuvend ku të zgjidhen këto probleme. Dhe kuvendi mbahet në Mërci, domethënë në Lezhë, domethënë rrethinat e Lezhës, në prefekturë Lezhës konkretisht, nga 14 deri me 16 janar të vitit 1703. Dhe aty sillen vendimet normal për rregullimin e kësaj problematike. Kjo vepër në vitin 1706 është shkruar në dy gjuhë latine shqipe nga atë Egidio Quinto d'Armenio, kështu e ka emrin, dhe tash këtu bazohet Patervinku, se po I kthehem do thot Patervinkut. Dhe Patervinku këtu edhe bazohet, dhe pse ka rëndësi vepra e tij? Për arsye se ne jep një pamje të kos në 4 aspekte. Domethënë ne jep në aspektin, ti them kështu, edhe kulturor,
gjusor konkretisht, më thonë cilën pozitë si gjendet gjuha shqipe në ato momente, sa është e shkruar, tek është e shkruar, e tjerë, kush janë tek shkruesit e parë shqiptarë dhe në gjuhën shqipe, po në nep edhe një historik. Më thonë në nep historinë e Armënis apo Shqipnis të asaj kohë deri te Kuvendi i Armënit, dhe me luftën e fundit vitit 1699 që përfundon e tjerë. Mas kësaj vazhdon me çështjen fetare, ku ndodhet feja katolike konkretisht, cilat janë problemet e fesë katolike e tjerë. Pra thotë me këto na jep një si hyrje. Dhe vepra e tina është trajtuar në një mënyrë, të them kështu, të fantastike, që ende askush tjetër nuk e ka trajtuar në atë formë bas Patërvinkut, dhe secili që don ta studiojë Kuvendin e Armënit i referohet Patërvinkut. Sa e ka bën edhe këtë hyrjen, edhe studimin, analizimin e komplet atij tekstit, normal dhe me përfundimet se cilat janë vendimet, ashtu që secili dhe çka shumë me rëndësi që do ta potencoja, e thatë ju vetë Kuvendi i Armënit, që na tregon se ende në këtë kohë më shumë përdoret emërtimi Arbëni në veri, normal, ose Arbëri në jug, se sa emërtimi Shqipni prapë në veri apo Shqipëri në jug. Dhe kjo na dëshmon atë lidhjen që kemë me Arbresh, sepse jam një Arbresh për shembull në Itali apo në Zarë e tjerë. Kështu që kjo vepër metet, është edhe punimi më i mirë siç u thash i tij, domethënë komplet i Patërvinkut, kjo vepër metet si një edhe udhëzim për ata që duhet me studiua edhe ka aspekti historik, historinë e shekullit 18 ose gjendjen e Shqipërisë veriore ka aspekti edhe kulturor, po edhe fetar të shekullit 18. Sidomos për ne shqiptarët ishte një kohë shumë e vështirë. Jemi duke folur për kohën e komunizmit, domethënë ai veproi kryesisht se nga viti 1966, konkretisht e kemë në Tuz, që na shërben deri në vitin 2000, dhe jemi duke folur për kohën kur kufiri me shtetin Ama është hermetikisht, i mbyllur, kontaktet me Shqipërinë pothuajse nuk ekzistojnë, ndikimi nga Shqipëria kënej nuk mund vinë, materialet shumë keq mund vinë, e tjerë, pra është një periudhë shumë e vështirë, sidomos gjeneratat më të vjetra edhe mbajnë mirë, më mirë se mend se dhe ne, dhe nuk ishte e lehtë për të vepruar, për arsye se shërbimi, të them kështu, sekret, nëse bëhej diçka në shërbim kombëtar e tjerë, gjithmonë ishte në mbikëqyrje, dhe ata të cilët sikurse edhe Patërvinku donin të bënin diçka për shërbimin kombëtar, duhet kishin shumë kujdes. Donjëherë ndoshta pak edhe strategji të përdorin, ashtu që rrethanat nuk ishin as pak të mira. Por, siç e përmenda edhe më herët, me gjithat veprimtaritë që ka bërë, nuk e kanë lejuar që t'jap kontribut. Se njeriu kur don t'jap kontribut, pa marrë parasysh rrethanat, ai e gjen rastin, e gjen momentin si duhet për të thënë kontribut. Dhe këtë e bëri Patërvinku, domethënë jo vetëm me shkrime, por edhe me grumbullimet materialeve ndryshme, artefakteve arkeologjike e tjerë. Po në konkretisht do të lidhem më shumë ndoshta me kontributin dhe të them kështu kulturor e tjerë, siç në ndjeni është edhe muzeumi duke u punuar, i cili do t'i dedikohet atij, dhe këtu do ta lidhi se një farë mënyrë edhe meriton që ta ketë emrin e tij. E ka një punim lidhur me 50 vjetorin e vrasjes Arçtjefen Gjerçovit, viti 1979 botuar në Ko, revistën Koha, dhe ai atje ndër tjera potencon për shembull se si Gjerçovi fillon grumbullimin e artefakteve arkeologjike, si e ka punuar apo të them kështu, me ato grumbullime një farë muzeumit e ka punuar, ku i cek edhe disa gjëra që janë gjetur tek ne, që ka marrë Gjerçovi, siç është një spat e kohës zgurit, gjetur thot në Ars të Hotit, si edhe një trupore e hyneshës Diana, gjetur në Vuksan Lekaj. Dhe do thot këto janë ndodhur. Tash ku ndodhen momentalisht nuk e di, më thënë kështu sinqerisht, por kjo duket e ka frymzuar edhe Patërvinkun se të bëjnë grumbullimin e artefakteve, domethënë mos ka qenë inspirim ndoshta edhe vetë Gjerçovi, po mos ka qenë Gjerçovi franceskan po se po, që të bëjnë grumbullimin e artefakteve të ndryshme, dhe kem pas rast, domethënë ndoshta keni parasysh me i pa disa thonë kështu të kohës romake, bishkrimet e ndryshme, domethënë betje shtizash, amforash e tjerë, pra enëve të ndryshme, me të cilën ne ka bën një nder, se na e ka rujt kujtesën. Pra kështu që ky aspekt ka dhënë kontribut si edhe me marrëdhënien me pjesëmarrjen e tij
në konferencat të ndryshme shkencore. Po, si që thaq ma heret, ka rastet të cilat, domethënë dhe pritën të dalin në dritë. Konkretisht, këto artefaktet të cilat unë folja ma heret dhe e besoj se kur dalin në dritë dhe të ekspozohen në muzeum ashtu siç duhet, studiosit cilët merren me ato periudha dhe arkeologët do të kenë mundësi të studiojnë ndoshta edhe më mirë dhe të japin dhëna. Ashtu që ka domethënë raste, sikurse edhe këto punimet e tij të ndryshme, të cilat I përmenda, mund gjenden domethënë aty pjesë nga punimet e tij, të cilat mund merren si referenca për ndonjë studim nesër. Pra, konkretisht, si shtaç periudhën e Skënderbeut, ndoshta aty ka diçka që mund ta marrim si referencë, të cilat ky na jep, dhe sidomos edhe ai punimi I tij ku e çil apo e hap me I thënë me Saadiun I pari debatin se si është duk Skënderbeu. Pra, thotë. Domethënë thjesht ne sot e kemi imazhin e Skënderbeut shumica përmes filmit vjetër, edhe përmes një Gjorgjani që ne ka luajtur filmin dhe ndoshta na bën edhe fiksim ajo figura e tij. Kështu domethënë për shumicën edhe ajo pikture e domethënë galerisë Uffizi, del Uffizi në Firences, po shtrohet pyetja është e vërtetë. Ashtu që pra kem prej tij bajgi mirë dhe bibliografitë mos t'i harroj. Bibliografitë lidhur me Zef Valentinin që mund t'i shfrytëzohen edhe studiosit shqiptar anë mban, por edhe të Baldacit për shembull. Po tashti domethënë është shumë vështirë për me dhënë një vend dikujt, domethënë konkretisht se mas pari do të më parashtrohet ndoshta edhe një pyetje tjetër, cilat do të ishin parametrat që me ia marr dhe me vendos. Mirë po padyshim bën pjesë në grupin, mos flas këtu për shqiptarët e Malit Zi, bën pjesë në atë grupin më të lartë, që kanë dhënë kontribut ka aspekt intelektual, kulturor, etj, po lirisht mund të themi se bën pjesë edhe në grupin pak më të gjerë edhe pjesës kombëtare, për arsye se personalisht kam pas rast para shumë vitesh, mas vdekjes tij, domethënë disa vite mas vdekjes tij, që disa mësimdhënës nga Kosova, domethënë nga universiteti, thonin tash kem problem me shqiptarët e Malit Zi, për arsye se nuk e kem një studiues nga aspekti dhe historisë të kalibrit Patërvinkut. Pra, thotë ashtu që vdekja e tij normal se në këtë aspekt e ka lënë një zbrastir, ka aspekti I veprimtarisë, I punimeve, etj. Pra, thotë dhe kjo pak ne dëshmon se sa kishte vlerë edhe për arenën mbar kombëtare, I them kështu shkencore të drejtimit historisë. Ashtu që padyshim se zën një vend të rëndësishëm, por siç e thash edhe pak më herët, është shumë vështirë për të thënë se cilin vend konkret. Lyndon Dëdvuka studiues I gjustësisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, aktualisht student doktorature në Universitetin Ohio State në fushën e gjustësisë indo-evropiane, merret me studimin e të duart të Shqipës dhe greqishtes, me fokus të veçantë në Shqipen e vjetër. Duke u mbështetur edhe në dokumentet dhe librat që posedonte Ad Vincenzi, ai flet për interesin e tij për gjustësinë shqiptare, për pasurinë dokumentare që la pas dhe për rëndësinë e kësaj trashëgimie për malsinë dhe studimet albanologjike. Tu e mendua se kam me fol për një ndër figurat më të rëndësishëm të malësisë male, edhe vërtet një pjesë e harrume e shpirtit intelektualëve shqiptar. Duhet të kemi parasysh se Patër Vincenz Malaj, ashtu si ka njoh shumë Patërvinku, kanë jo vetëm një prift, por kanë edhe shkencëtar, historian, piktor, skulptur, poet, por edhe një njohës të veçantë të fushës gjuhësisë, duhet të përqendrohemi këtu në këtë aspekt. Gjatë hulumtimet e mia mbi gjuhën shqipe, shumë rrallë kam pa një prift që të ketë kaq shumë interes për gjuhësinë shqiptare. Gjuhësia si fushë në shekullin 20 ka relativisht shumë e re, edhe në shekullin 20 janë shohim se për fatkeqësi shumë pak shqiptar kanë dhe njohuri për këtë fushë që për gjuhën tonë është ndër më të rëndësishëm. Gjatë vizitave dhe studimeve të mi në bibliotekën e Patërvinkut, aq shumë libra pa pas të gjuntarëve shqiptar siç Shaban Demiraj, Ekrem Çabej, Martin Samaj, për fonologji, domethënë ndryshimin e tingujve sipas kohës, morfologji, ndërtimin e fjalëve, sintaks për formimin e fjalive,
Dhe ka pas një fletore dhe shumë kartona për gjithë bibliotekë, ku shënote fjalë të ndryshme shqipes, dhe vërtet si një gjuhëtar, aty dallote ndryshimet e bashkëtingëllorëve dhe zanorëve të dialektëve të shqipes. Por mas së shumti ka dashur me kuptu pozitën në sferën e shqipes, në sferën, mund të themi, në familje indo-evropian të gjuhave. Një shembull mua me la një përshtypje të madhe kur e lexova për të parin herë një nga poezitë e tij, quajtur Cemi. E ka dash shumë lumin Cem, por e la atë histori atë veçantë të fiset i lirëve të labiatëve, atë mredhneve labiat si Agroni, Skërdilaidi, Pleurati, por veçanërisht Gentianin. Dhe ajo pjesë shkon në brigjet e liçenit labiat, tu i formuar qytetin e lashtë, amonim i lira skina, ad kimnam të Genci dhe Teutës. Për ndryshe, e përmend emrin e Ilir e lumit Cem, po këtu kemi dy variante. Kemi Kina, që ka dy bashkëtingëllor hundore të ngjitun në, edhe kemi Kimnam, që e ka shkruar vetëm Patërvinku me një dy bashkëtingëllor hundore me dhe në. Tash disa gjuhëtar, ma përpara si Kroati Katiqiç, e ka vërejtë se lumi Cem me fonologji të rregullt del nga Kina, po vetëm pjesërisht. Domethënë kjo K para një zanor të përparë me kalonat palatalizimin, por dy bashkëtingëllor në nuk mund thjeshtohen në një bashkëtingëllor hundore me të vetëm. Por tash e kam vërejt këtë shkrim nga Patërvinku, është çuditërisht shkrimi i formën latin, tash latin të edhe grek kur kanë përshkruar toponimet, vendbanimet, hidronimet e lumejve të gjerë Ballkanit, kanë përdorur normalisht gramatikën e latinishtes, por me rrenje të ilirishtes o trakes, ku do i kanë gjetë. Tash ad kimnam e ka para fjalën ad, që do të thot te, o në drejtim te, sigurisht e lumit Cem, edhe me para fjalë vjen rasa para qtesa rasës kallëzore latinishtes am. Po është kjo rrenje kimn. Tash kjo kim, me fonologji të rregullt del emni, si e kemi sot në Shqip, Cem, e kemi disa shembull për këtë. Për shembull lumin Ishëm të Shqipnis, del nga ilirishta i Samnum, e ka vërejt edhe Qabej se emni pararomake të Durrësit, domethënë Epidamnos, është një kompozit, cila para fjala epi, do të thot mbi, ose interesant në malsinë e sotme e kemi fjalën ma konservativ pi, po kemi edhe damnos, që e ka vërejt është kjo me në, që kur thjeshtohet në një me, mund dal emni i kafshës demi. Kimnam e nep emnin me fonologji të rregullt Cem, pra një lum labiat, një lum arbnor, një lum të malsorve, si që ka thënë ajo Kimnam të Gencit e Teutës, me fonologji të rregullt shqipe na nep emnin Cem. Këto është vetëm janë ndërshënimet e shkrimit e tij që kanë pas një vlerë jashtëzakonshme e madhe për gjuhësinë shqiptare. Lindoni tekson se për ta kuptuar vendin që atë Vincenc Malaj zë dhe do të vazhdoj të mbajë në historinë shqiptare, është domosdoshme të shihet më gjerë pozicioni i gjuhës shqipe në Ballkan dhe roli vendimtar i dokumenteve dhe i priftërinëve shqiptar në mbrojtjen dhe ruajtjen e saj ndër shekuj. Sipas tij, Patër Vincenci solli malësisë diçka që nuk do të vdes kurrë. Edhe pse puna e tij mbeti e papërfunduar, ajo është një trashëgimi e gjallë që vazhdon të flasë edhe sot. Bibliotekat që ai la pas përbën një lloj gjeneze kulturore për popullin tonë, një bazë dijesh dhe kujtese që dëshmon përpjekjen për mbijetesë, identitet dhe vazhdimsi historike. Për me kuptuar më së miri vendin që Patërvinku do të mbajë përgjithmonë në historinë shqiptare, kërkon një kuptim pak të shkurtër në përmbledhje të pozicionit të gjuhës shqipe në Ballkan dhe dokumentimin e mbrojtjes së saj prej priftërinjt shqiptar. E dim shumë mirë se gjuha jona ke prezent këtu në Ballkan, qysh në mijëvjeçarin e parë para Krishtit,
gjuntar e kanë vërejtë se kemi fjalë të greqishtës lashtë të shekullit 4 dhe 5 para Krishtit në Shqip. Do të jap disa shembull atë gegnishtës, kemi mokin prej mekane, drapen nga drapanon, laken, lakanon, por edhe plot latinishtës, si për shembull mbret prej imperator, edhe rana o standardja e rerë prej arena. Por edhe në greqishtën e lashtë, Hezekiusi Aleksandris të shekullit 5 para Krishtit, i përmet disa fjalë cilin gjunhtari polak Vicak e ka vërejtë që nuk kanë as gjatë përmbajnë me fonologji greqishtës, po vetëm me paraardhësin të shqipes. Kështu që shkrimtari Alkman, poeti i Spartës së shekullit 7 para Krishtit, pra në fjalorin lakonian, rajoni i saj vendi, e ka përdor fjalën awanta, që nuk ka asgjë të përmbajnë me fonologji greke, po vetëm kuptohet me prejardhjet të shqipes, që na del sot veth, o nëse gegnisht na del fjala vath. Po ka edhe tjerë si de për dhe, ute për udh. Pra, rëndësia është në të njëjtin kohë kur historianët dhe shkencëtarët mendojnë se Homeri ose një autor tjetër, kush të tjetë kanë, ka shkruar Iliadën dhe Odisejnë, shekulli 7 para Krishtit, kishte huazime nga paraardhësi i Shqipës në atë greqishtën e lashtë. Pra ka që lashtë është kjo gjuha jonë, po shkrimi i parë që e gjejmë prej priftit Paul Angeli, në fakt, kryepeshkopi i Durrësit në vitin 1462, që e ka shkruar vetëm formulën e pagëzimit. Unë të pagëzon për emnit Atit, të Birtit, të Shpirtit Shenjtë. Domethënë gjithë ajo histori e kemi vetëm këtë fjali në vitin 1462. Po pastaj e mori përsipër prifti John Buzuk në më shkru Mësharin, që u botua në vitin 1555. Pra kjo është vepra e parë në gjuhën shqipe. Pra prej shkeputjes e deri shqipe prej kësaj trungu indo-evropian, 1000 vjet kalojnë e vetëm me ardhjen e priftërit shqiptar të Shqipës vjetër periudhës së shekullit 16-17, fillohet mu shkrua Shqipja. E si që thekson Buzuku, në një përmbledhje në fund librit të Mësharit, unë do ngjoni birit dek Buzukut, tu kujtuam shumë herë se gluha jo nuk ish gjatë mbi glum, nëse shkrumit shenjtë. E për këtë arsye ka shkrua, për edhe thekson mandej, kjo tu e klen me para vepër e fort të vështirë për të vepruar me mbe gluhet tanë. Pra me shkronje, me fjalor, me përkthimin, dhe me një bindje që të shkruhet gjuha shqipe, akoma kur të tjerë të kome, edhe ajo të krishterë, e shikoshin Shqipen jo si një gjuhë të shenjtë, jo me merit që të përkthehet ungjilli. Pra, rrethan edhe ndoshta armiqësor, e solli veprën më të madhe gjuhës sot. Tash pse është kjo rëndësi, se hapi rrugën shkrimtarëve të tjerë gegetosk, e shohim prap prifnave. Tradita e parë arbresh, erdhi gluha e Matrenges, Luka Matrenges, e mbesuar me krishterë vitit 1592. Erdhën veprat e Pjetër Budi të shekullit 17, sigurisht edhe doktrina e Kërshten. Vepra e Frank Bardhit, e para fjalori gjuhë shqipe, Dictionarium Latino Epiroticum të vitit 1635. Vepra e Pjetër Bogdanit, kryepeshkopi i Shkupit, edhe një pas një veprat e Shqipës u shkruane. E kjo vazhdimsi Buzukiane, Budiane, Bogdane, atë qëllimin e kanë pas veç mos të humbit gjuha jonë e shenjtë, vetëm të mbijetoj. E detyrën e vujtjen më të madh e kanë pas kjo brez priftërish. Atëherë, në shekullin 19-20 erdhën rilindasit, ata që promovon kulturën shqiptare, ndër njerëz më të rëndësishëm prap kësaj fushë ishin Mjeda, Prenushi, Qeçovi, e si mune me la pa përmend gjergjishta, jo vetëm për ngjenjen e kombit, pas alfabet nuk do të kishim pas. E ata shkruan një hap më tej, ata nuk shkruan vetëm shqip, po na ndriçuan me kulturën shqiptare, poezi, letërsi, heroizëm, me mitologjinë e lashtë, dhe për herë të parë një kuptim të kaluarës sonë. E çdo bes priftërish shqiptar solli diçka më shumë. E tash vim prap te Patërvinku. Patërvinku është kjo vazhdimësia buzukiane, budiane, fishtane.
ai ka sjell malësisë diçka që nuk do vdes kur. Ai vdiq në vitin 2000, siç e din shumë njerëz, ka thënë se e la punën e tij të papërfunduar. E tash duhet të kaloj te biblioteka i Patër Vinkut, se biblioteka e tij është gjeneza e popullit të gjuhës sonë, janë përpjekjet tona për me mbijetua. Përveç me sharin e Gjon Buzukut e mbesuar me krishterët e Matrengës, pothuajse çdo vepër të periudhës Shqipës vjetër është aty. Paramendo, e kesh doktrina krishterë të Pjetër Budit origjinale në vitin 1664. Aty të kesh pasqyrën e tërëfimit, një përkthim dhe përshtatje e Emirio de Bonis në vitin 1670. Të kesh fjalorin e parë gjuhës shqipe të Frank Bardhit, fjalori latino e Pirot, do me thënë fjalori latino shqip të 1635. E pari gramatik i gjuhës shqipe i Francesco Maria D'Alece, vëzhgime gramatikore mbi gjuhën shqipe të vitit 1716, është aty. Kuveni i Arbnit, konferenca që i organizua gjatë mbretërimit e Papa Kelment Albanit, në drejtimit të kryepiskopit kroat Vincent Smajević, është aty. Edhe një botim që ka pas botua gjunëtari Bardhull Demiraj, botim kritik në 2012, aty në fillim është një përmbledhje të asaj që e ka pas shkrua Patër Vinku edhe shumë më përpara. Po edhe në këtë bibliotekë janë shumë vepra të Gjergj Kastriotit, vitat të Gjergj Kastrioti Skanderbeg të vitit 1646, që i dokumenton luftën, ushtritë qeverisës, trupat, betejat, dhe të gjithë fitoret e Gjergj Kastriotit. E duhet teksoj për popullin e Malësisë dhe popullin shqiptar. Kjo është për ne, ajo që do të ishte për greket, të gjenin kopjet më të vjetra të Teogonisë Hesiodit, të Republikës Platonit. Edhe kjo është vërtet qëllimi i Patër Vincenz Malaj, ti bashkote veprat tona më të vjetra e Shqipës vjetër, pranë malet e Labiatëve, pranë lumit Sëm, aty ku erdhën në mitologji enkelejtë e parë prej liçenis Ohrit, ku doli Iliri Propidikti, që përshkruan Romax Iliria vërtet e mbretit Gent, ku para arsit tani mbijetuan pushtimeve të hunëve dhe slavëve, këto dyndje të shekullit 6 dhe 7, aty ku dolën arbënorët e parë, ku edhe shpotun për i perandorisë otomane prej 5 shekullit, dhe ku dolën fiset më të vjetra shqiptar e malsor. Kur njerëzit mendojnë për albanologjinë dhe shkencën shqipe, ata mendojnë për Tiranën ose Prishtinën. Po sot në të ardhmen, një nga qendrat më të rëndësishme të gjuhës shqipe në botë do të jetë në Malsinë e Madhe. Do të jetë në Tuzë. E për mua, për shumë tjerë që punojmë në këto fushë, kjo është më shumë se një mrekulli, është të shkruar prej dora e Zotit, prej shërbëtorit e tij, Patër Vincenz Malaj. Edhe tash në drejtimit e një shërbëtor tjetër i Zotit e kombit shqiptar, Patër Mirash Marinaj. E së fundi duhet të falenderojmë Patër Mirash Marinaj për gjithçka që ka bërë për Malësi këto vitet e fundit. Dhe pa ato testamenti i fundit i Patër Vinkut nuk do të ishte përmbushur kurrë, dhe ky thesar i malldijes do të ishte lënë përgjithmonë në harresë. Sipas Patër Mirashit, dëshira dhe ideja ishte që pikërisht në shënimin e 25 vjetorit të ndarjes nga jeta e atë Vincenz Malaj të përfundonin edhe punimet për bibliotekën e re që po ndërtohet në Tuzë. Kjo bibliotekë do të mbajë emrin e atë Vincenz Malaj, është menduar si një hapësirë e trashëgimisë kulturore dhe shpirtërore, ku do të ndërturen biblioteka, pjesa muzeale, në një vend për biseda, studime dhe reflektim. Ajo synon të jetë jo vetëm një vend të ruajtjeje librash, por një qendër e gjallë kulture, ku trashëgimia e atë Vincenz Malaj do të vazhdoj të jetoj dhe të frymëzoj brezat e rinj. Atëherë që ishin vetë, janë fazë punimesh, dëshiroj me ishte që të mbaronte kjo ndërtesë këtë përvjetër tina, por nuk e arrit me përfunua, por punimet shkojnë dhe nga dalë, por e që përpara.
Kjo ndërtestu do të jetë sigurisht në vend Patërvinkut, por të jetë vendi i trashëgimisë kulturore. Aty ku mbellim gjithë kulturën tonë, do të thotë pjesën muzeale, që do të jetë podrumi edhe kati përdhes, kati dytë do të jetë bibliotekë, pra do të ashtë bibliotekën këtu, edhe kati këtu sipër, do të jetë kjo është një vend bisedash, kjo është një vend bibliotekë, e vend rekreacion në muna me thirë. Varet sigurisht tek dëshira e njerëzve për libër e për kulturë. Por, sigurisht, tashma Tuzi, për Tuz kalojnë shumë turist, kalojnë shumë njerëz të huaj që vizitojnë këtë vend, pra është një rrugë kalimit për gjithë. Sigurisht, bibliotekë do të jetë në një vend ku njerëzit ulen e do të shohin, do ta shohim këtë pjesë kulturit. Funksionimi i saj do të jetë besoj mjaft i mirë, për arsye se kjo do të jetë një farë qendrit, një qendër kulturit, një qendër unitetit. Atëherë, për realizimin e kësaj ka ndihmuar shumë diaspora, ka ndihmuar komuna e Tuzit, ka ndihmuar shteti i Hungarisë, po ashtu ka ndihmuar donator privat. Sigurisht se ne nuk kemi një buxhet tonin, ne ndërtojmë gjithmonë menimat e bamirësinë e njerëzve. Kështu shpresoj se edhe kjo ndal ka dalë me menima që do të kena për njerëzve, do të arrijmë përfunimin e kësaj. Shumë e rëndësishme besoj. Për arsye se këtu të jetë diçka ndrysh për gjitha vendeve tjera. Aty ku njerëzit i shohin dijen. Për kjo të kthehet një qendër dijet e kulturit. Historiani Markyunçaj thekson se njerëzit e Medhenj duhet të kujtohen vazhdimisht, sepse vetëm kështu ata nuk vdesin kurrë. Sipas tij, rikthimi te figura dhe vepra e Atë Vincenc Smalaj nuk është vetëm një akt për kujtimi, por një detyrim kulturor dhe historik, që je vazhdimsi vlerave që ai la pas për komunitetin, majsinë dhe mbar kombin shqiptar. Po, thjesht njerëzit e mlej nuk vdesin kurrë. Dhe kjo e dëshmon. Mas 25 viteve ne po bëjmë këtë bisedë, këtë dokumentar, apo situacion ndryshe, lidhur me një figurë si Patërvinku, dhe më gëzon fakti që bëhet diçka e tillë për arsye se njerëzit e mlej meritojnë të kujtohen. Një mënyrë të cilën ne mund t'va kthejmë boçin është vetëm kujtimi, ku një mënyrë tjetër, domethënë. Dhe përderisa ne i kujtojmë, ata në një farë mënyrë janë gjallë. Se njeriu nuk vdes me vdekje fizike, po njeriu vazhdon të jetojë derisa kujtohet nga dikush. Në një kohë kur gjithçka ndryshon shpejt dhe kujtesa shpesh zbehet, rikthimi të figura e Atë Vincenc Smalajt është një rikthim të vlerat që nuk plakën kurrë. Të libri i lexuar me përkushtim, të fjala shkruar me përgjegjësi, të shërbimi i heshtur ndaj njerëzit, kulturës dhe kombit. Jeta dhe vepra e tij na kujtojnë se dija është mision, se kultura është themel dhe se kujtesa është detyrim. Sot, 25 vite pas ndarjes së tij nga jeta, ai vazhdon të jetë i pranishëm në librat që la, në njerëzit që frymësoi dhe në trashëgiminë që na fton ta ruajmë, të duam dhe ta çojmë përpara.